përshëndetje. Mirë se gjeta. Shumë qef me të pas këto, për do është tepër bukur. Faleminderit shumë. Edhe Arbër, bravo. E mroa pa atje ke ashtu këcy. Me shiua, bravo bre. Unë ju thashë dhe shikuzve një farë borgji morale në ljeva, duke e ditë që nuk jenë shëndetin të andë matë plotsat, po që prapë për hir edhe të neve sigurisht, po mësë shumë të i besoj për hir të publikut që të ka përcjell edhe të dënë kaq shumë, po dënë kaq shumë, po në skenë kur këndën, po në mendimet e tua kur i jap në intervista, që i gjithmonë shumë e hapur, shumë e qiltër, e sidomos raste tilla ku flasim për diçka krejt të re të ëndën. Po vjen shumë mirë që pini këto fjalë, edhe po du mi kërku edhe falje njerëzve që po foli si me him bure. Po e kom komplet në zonin edhe po. Thjesht, kaloj shumë mirë so herë që vi në ATV, emisionet i keni shumë të mira, edhe normalisht që nuk pritoha me artet e Bleron. E mledha vetën, thash, hajde je pak smut, po grahe, hajde. Në fakt, nuk po dukesh hiq kështu keq me kundër asaj që po thu, e për këtë punën e zonën... Lira i ka fajët. Ta mirë kuptojnë. Dy, qaq mirë. E për bukur, ta mirë kuptojnë se është kjo koha e viruseve që se cili prej nesht pak të një herë e ka përjetu. Po duke që edhe nuk është që ke këndu kove të fundit, pikrisht për shkak një problemit të lashit me fytin që ke pas, apo? Po, para një muje e gjys, jom operu prej krenegve. Okej. Edhe është dasht, do me thoni, operim që është dasht me bo një kohë këgja mëti, po gjithmonë të e shty, edhe e kom zgjedh një periud kur kom pas ma pak pun, do me thonë masi u kry festivalin në Shqipni, e bona operimin, rikuperimi është pak ma i gjatë, se sa tek fmit që është, komendu që është pak ma e letë, kështë që nuk ke fort e letë, edhe normalisht halojëm fazat e fundit të rikuperimet, edhe kjo ka qenë arsyeja pse edhe kom pauzu, edhe besoj edhe një javë dy më duhet me pas një lloj pauze për shkak të fytit derisa të kthehem. Nuk dyshoj që të ka mungu shumë skena edhe këndimi, po a kishe ndonjë frikë gjatë kësaj periudhe në mënyrën se si ki me qenë në shëndet plot, do me thonë kur gjithçka kalon edhe e merr veten? Muj me thonë që jom pregadit pak edhe psiqikisht, që nuk ka me kone letë, edhe doktorët cilët i falenderoj shumë që janë kujdes shumë për mu, më kanë para lajmëru pak a shumë se qysh kom e kalu, faza e rikuperimit, sa më duhet pushim, kështu që i kom bu ato logaritjet, me thonë drejtë dhe disha që filmi ka me dalje në mars, edhe krejt logaritjet i kisha që me konë mirë kur del filmi, se u konë edhe një projekt që e kom ba me shumë dashni edhe për herë të parë, ke diçka e re, kështu që e kom dit pak a shumë sa kom e hjek, deri sa të kthena ta marrë kështu në formë. Filmi erdhi me pranverën që nuk e di këtë javë nisi pak ma shumë si vjesht, si dimër, po gjithsesi udhëtim në pranverë, film ky që u dha të enjtën në Tiranë, na mezi po e presim edhe di që e ke lajmëruar që do ta ketë edhe Prishtina edhe gjithë publiku këtë mundësinë, po fillimisht hajde ti flasim pak ndjesitë e asaj nate të premierës. E ke pa filmin për herë të parë atë natë, si ka mundësi? E kom pa filmin për herë të parë atë natë, për shkak se e di sa jom vetë kritike, jo veç në film, po në festivalin, koncerte, në emisione, në shumicën e kohës Bleron, nuk është që kam qef me pa vetën. E di që ka plot njerë që s'kan qef me pa vetën, unë e jom njëna. Bashkan gjitem. Kështu që krejt u konë ideja që soherë që kom pas mundësir me pa filmin, nështë ta nuk ka qeni përfundum 100%. Edhe unë e kom thonë, okej, nëse nuk është krejt gati, nuk po du me pa, se une, do me thonë, veç kom e fillu, kjo s'pon pëlqen, edhe kom ja kompliku vetës. Kështu që nuk kom dasht me pa, atë natë ka qenë hira e parë, edhe tepër ke një emocion i ka njeri pa menagjushëm me pa në tonat ekran vetën. Atë pëlqeu? A kishte ndaj moment që veç vetës ja thëje, qëta të shta kësha mujtë me bo në tryshe? Apo njëherë të vetëme u tregove e mirë me vetën, edhe se nga njëherë na nuk ja vlerësojmë vetës këto atributet që na takojnë edhe që duhet me ja thonë vetës. Shumë e vërtet, po unë e gjatë krejt filmit, do me thonë, atë mënyrën e punës që ka pas regjisori, Fatmir Doga, cilën e përshëndes tepër se në qysh momentet e para atë filmit, unë i kom besu 100% ati. Edhe kom thonë,
qka do që thu ti, edhe qysh do që thu ti që unë duna me bo këtë pjesë të aktrimit, ma ashpër, ma kështu, une qashtu kom ja bo. Kështu që kom shku si pas procesit punës ti edhe i kom besu tepër. Kështu që edhe në moment kër e kom pa filmin, e kom pa që është bani punë e madhe, është bani punë e shkëlqyshme. Normalisht pjesën e aktrimit kom ven për përmirësime, kom ven për edhe ma mirë. Po si një amatere, ose si filmi i parë, hera e parë, që e kom pas një kësi loji, një kësi rolje, me ka shumë pesh, po menoj që e kom dhanë ma të mirën tem, po normalisht, në qëto moment, ose në disa skena, thësha vetë me veti, qërë se që të kom ujtë me bo ma mirë, në shta që këtë qështu, po jënë do detajet që po mdo këtë bleron që veç na i shojmë të vetja. Se njerëzit që e kanë pa filmin në premier në Tiranë, kom marrë te për fjallë të mira, edhe që kom thonë, okej, në shta duna me u bazu ma shumë të fjallët e tjerve, se sa të ato kritikat e mija që unë ja bëj vetës. Ti nga jo natyra që nuk je asë njëherë e knaqër 100% me vetën, një shumë kërkuse, kështu që këtë herë lejë të tjerët me thonë mendimin. Qashtu du me lonë. Patë shumë njerëz atë natë në premier në Tiranë. A kishte dikush që të mungoj në premier, fizikisht, që ndërshta ke dasht shumë me qenë aty, ose kishe dasht të jetë? Kom pas qef me i pas familjarët aty, po e kom ditë që shprej fillimit që u konë pak e pa mundur për shkak të punëve që i kanë këto. Filmi ka qenë, premiera ka qenë gjatë javës, edhe ishte shumë vështirë me ardhë disa njerëz të mi prej këtu me shku atje. Po me thonë drejt, nuk është që edhe jom di vetë ose keq, për pos faktit që me krejt kastin e filmit jemi bo si familje, një kod gjatë gjirime gjdo dit, u bom mo si familja aty. Kure disha që edhe filmi ka më ardhën Prishtinë, isha okej, ata njerës e mi edhe shësnia jam edhe njerës që po dojnë me pa filmin, më gëzon faktit që kanë me pa ta shumë Prishtinë. A ka ndonjë datë specifike, apo do i lajmërosh me ko? Po, data është me 3 prill. Me 3 prill, okej, ofër me 3 prill, po, ofër është. Me 3 prill planifikohet me ardhën Prishtinë, normalisht po marrë mesazhet që po dojnë edhe vendet tjera me shku ose me e pa filmin, edhe normal që isha gëzut tepër, nëse kishim pas mundësi ose ishim organizu që me pa edhe vendet tjera, që po besoj që nëse filmi pëlqehet, qysh po pëlqehet edhe ka me vazhdu me pas një sukses, po besoj që ka me uzgjeru edhe në kinema tjera. Okej, unë me qenë se qenë ka ofër për publikun kosovar 3 prilli, nuk po du me ju prishëm atë kureshtin edhe magjin se qka përmban filmi, por nuk mundem pak pa folë, sepse e dim që është gjiru vitin e kaluar, në dërmi. Tregomi pak këtu eksperiencat edhe, a tu desh shumë kuh me bind vetën, ose me të bind, kur do që ta bu një ftesën i parja apo e para, me i thonë po nitës në kinematografi? Pjesa... A ka na i prap pasken kështu? është tepër interesant edhe ftesën që shë kom marë, do me thonë, jam rastësisht një prej njerëzve që kanë qenë aty kast, më kanë pa në Big Brother të ushtru. Edhe këta fillimisht kanë pas nevoj për një person ose një femën që ushtron. Roli jam është detektive. Edhe, nejse, jo një person, po Tea. Tea është edhe një qik që e ka shkrujt skenarin e filmit. Edhe ajo thjesht më ka pa, edhe ka thonë, kjo qik po mdo këtë për qëtë rol. Nuk kom qenë e vetëmja, ishin edhe një 3-4 qika tjera që ishin diskutabile se cila ka me marrë rolin. Edhe në moment që unë e kom marrë skenarin, e kom letëzu, jom gëzu shumë, se një kod gjatë, ashtu në mendjen tem u konë, shumë kisha pas qef me provu vetën në aktrim, me bo një film, me kom pas si ndërdije, kështu që e kom ushqy, po mdo këtë vazhdimisht. Edhe kur më kanë thirë, kur e kom ledzu skenarin prej fillimi deri në fund, kur jom taku me regjisor, ta jo loj audicioni për ta, më erdhë një farloj sigurie, më rena vetë, edhe thash, më falni thash, po kjo skenar është shkrujt për mu. Thash se une e kom gjetë te për shumë vetën në këtë film. Dhe me thonë, roli jam i përshtatit ma shumë se 50% karakterit tem. Edhe e kom ditë që atë sigurime ju thonë që, hej, kjo film, une beso mane dhe kom e dhonë maksimumin. Edhe realisht që ashtu ka ndodhë. Komplet ngjarja është tepër interesante, fillon në Kosovë. Une jam një detektive e Kosovës.
me thonë, e mira e kësaj është që është dialekti jam, nuk mu ka desht me ndryshu, se sa do që jemi jemi të njëjtë, po dialektin edhe të shprehunit i kemi pak ndryshe prej të Shqipërisë, po ata tha neve po na vynë komplet slengu, komplet ai dialekti stili i Prishtinës. Kështu që kjo ma ka dhënë një shlirim edhe një liri shumë të madhe, me kun ma shumë vetja, edhe më uni ma rahat. Ngjarja është tepër interesante. Pat në skenë që e kishe ma të vështirë me te i kalu, ose... Plot. Ato skenat me konfrontime fizike, se e di që zhvillohet në disa pjesë, me thonë, ti nuk gjindesh gjithmonë në situata të mira, jo veç të puthjes, po edhe të anës së kundërt. Shumë e vërtet, do me thonë, filmi është që ta shpeshe këtu jom të hinuj. Kaloja pjesa, për po saj pjesës kishe pirrehi 2-3 veta, s'jam qaqe fort. Pjesa tjetër që u kom pak e vështirë, po gjithmonë, une nuk kom bo kompromis, nëse është dasht me dhonë maksimumin për një skenë të caktume. E kom thamë po edhe u kry pjesa në detë që unë hy edhe e shtoj Gjergjin, bashkë që atë ditë u bo tepër ftoft. Kjo shumë ftoft, po thjesht edhe nuk dojsha, tash me anisune me lyp kajde, jo sot s'pëdu se ftoft na jo kjo jo ajo koha, nuk e kemi diskutu ftoft, nuk po në anin këna me bo skenën, edhe pak u konë e vështirë, se u konë odesht me bo veç one take. Se u lakshin komplet tisha, ta shko teri, bone prap, nuk dojshim me adhon vetës luks qatë shumë të kohës, se dojshim veç me e kry filmin. Shtu që ajo pjesë nuk u ka në letë, me hynu, me ngri, po, me adhon dimën e parë, me bu këto, kështu që kjo, po nuk u konë veç kjo, është dhe një pjesë tjetër kjo rëshqete do shkëmbi një shtura dhe unë duna me maj, duna me kop. Kështu që edhe ajo, i ka pas do pjesë të vështira, po që... Që shka mundësi që skëndove, bile pak? Ajo, po dhe Gjergji kënon, asë njoni s'kena kënu film. Këta kanë thonë që nëse nëjherë e mendojnë me ba pjesën e dytë, kanë ashtë edhe me kënu. Po jo nuk kemi kënu asë njoni, kena kënu masi i kena kry skenat, e mërshim gjitare. Gjergjin e njoftë ma herat? Gjergjin e kom njoftë një kod gjatë si artist, si këngëtar, është ekstremi talentum, po herën e parë që e kom taku ka qenë festival në Kosovë. Festivalin e RTK-s, aty jemi taku te për shkurt, edhe mas te kur jemi taku në film. Wow, okej, ti e në rall, unë jem në rall, po kemi pas një bashkëpunim edhe një kimi të jashtëzakonshme. Gjergji është shumë punëtor, është shumë i fokusum, shumë i përkushtum, edhe e mira e kësaj është që e dhone kom qenë njëjtë. Do me thonë, çdo moment, çdo skenë, e kemi kalu njëherë para se me bo gjirimin, skenën, do me thonë, kena mësu krejt, jena konë shumë të regullë, shtu të aman në zonë sa të ngushëm. Pa, në fakt, publiku po vrejhet që po i pëlqen shumë figurat që kalojnë nga muzika në aktrem, ose që i bëjnë të dyja mrena një projekti, film, serial, ku e ditë qka televizive. Në fakt, nga njëherë kjo, nuk po meret edhe bashmir prej aktorve që e bëjnë këtë punë prej vitesh. Gjithmonë duke unë dje, si kur ata po minimizohen për të qenë këngëtarët që kanë një famë më të madhe se ata në projekte filmike. Qështu kishte përgjigj Nita mendimeve apo kritikave të tilla se pse, në fakt është bo trend, besoj edhe ti e din, është trend që shumë këngëtarë e këngëtare kanë kalu në... Sidomos tash na i ka dhonë, ka një kontratë, në fund mu bo aktor. Kretë projekte filmike. Shumica, qëre, mu së më kanë thonë stanë, se kom plot aktore, shok, shoqe, shoqni, të cilët realisht i kom ftu edhe i kom paralajmëru që filmi ka marrë dhe në Prishtinë, edhe i kisha pas tepër qef me i pa aty, edhe thjesht me e gjyku ose me vlerësu për këtë pjesën tem të aktrimit, gjatë që nuk e di, edhe nuk mendoj që një aktor do të me ndje vetën të rezikum prej neve, për shkak se kjo është një pasion që e bojmë. Normalisht puna edhe mundje ma e madhë shkën tek muzika, po nëse nesër mas nesër më vjen një mundësi për një rol të caktuar cilët i përshtatet Nita, unë nuk pritoj me shku. Se e kom shiju tepër shumë, edhe
nuk e di, nuk është që i kësha pas një mesazh për ta me ju thonë hej se kështu ashtu, menoj që se cili artist, aktor, qka do koft e ka vendin e vetë, edhe në një moment të caktum, një film, një serial, kam ju desh se cili karakter, edhe gjithë se cili ka me pas atë punën edhe rrugën e vetë. Unë menoj që jo veç na, unë shoh edhe artist e botës, që janë këngëtar, po që e provojnë vetën edhe në aktrim, nështë edhe si këngëtar, nështë një rol tjetër, kështu që për mu nuk është diçka e re, nuk është një risi. As nuk është diçka që duhet marrë për të keq nga vetë ata audienca është e gjerë se cili e ka të vetën. Nuk besoj që e marrin edhe aq për të keq. Menoj që është diçka që mbështetet, unë për shembull kam plot artist, aktor, shoqni që më kanë shkruajtur shumë fjalë të mira për qatë pak pjesë që e kanë patë. E që do ta shohin tash plot me 3 prill. Vita, nuk mundem pa të pyet pak për se po flasim për filmin, po edhe muzika normalisht paralelisht para se me pas këtë problemin e shëndetit. Kujtojmë pak festivalin edhe pjesëmarrjen tënde atje. Çka ndodhi, a ka diçka që Nita e ka reflektu me kalimin e kohës prej asoj natë edhe prej pjesëmarrjes? A ish gënjy, atë ka ndodhë diçka, a ka ndryshu diçka gjatë rrugës që e pate e përjetuve prej eksperiencës fundit? Jo, është festivali i RTS-s, është hera e parë që ko marrë pjesë, jam tepër e lumtur që ko marrë pjesë, jam shumë e lumtur që e kam përjetu komplet procesin se qysh e bojnë ata festivalin. Është tepër e bukur trajtimi i artistave që bëhet prej fillimit festivalit, gjatë provave, gjatë komplet procesi, janë aq profesional, orkestra janë qaq profesionale, sa që jam befasu për të mirë, se ka qenë hera e parë që mora pjesë në atë festival edhe e kom shiju tepër shumë. Tepër shumë. Hera e parë, normalisht, ndoshta po e thua ato, a e ndi është gënyme ose diçka për pikt e jurisë e këto. Në fillim për shtypjet me qenë se hera e parë, nga njëherë shgënjihesh kur nuk e din, se prej jashtë na i shohim gjana ndryshe. Po, veç prej anës tem ka qenë komplet e kundërta. Unë jam kënë tepër e lumëtën me komplet trajtimin e kongës tem njëherë, se me ju tregu drejt, kur kom apliku edhe kur e kom dërgu kongën, e kom dërgu një demo shumë të varfër, kështu. Pse? Ajo, vreke që konga është e mirë, se unë atë kongë e kom shkru me shumë dashni edhe edu tepër, po nuk kom punu maksimalisht sa është desht me u punu në atë kongë. Edhe më vjen shumë mirë që ata e kanë vrejt që është kongë e mirë, edhe orkestra gjatë provave, qaq bukur e kanë bu kongën, sa që thash, wow, ashtu, u shëndru në 10 herë u bua konga ma e bukur. Menoj që kom su shumë pre ati festivali, jom knaq tepër shumë. Finalja ka qenë diçka magjike për mu. Edhe me thonë drejtën, planifikoj me marrë pjesë prapë, kur dhe që kom mundësi, se kongë kom plot, edhe realisht e kom pas që shumicën e kongëve të mija me shumë qef i qoj në festivale. Edhe kom kalu tepër mirë, kom kalu shumë mirë. Këtë punën e rezultateve dhe pikve nuk është se e ke marrë afër zemrës ose duke qenë here pare jotja si ekspert. As pak. E ke vlerësu gjithë se cilin që po, absolutisht, se menoj që njëri nuk bën me harru, me e shiu edhe procesin e gjithë shkafit. Nuk është veç çmimi i parë dhe fitori ajo që mundet me të përmbush edhe me të knaq. Është edhe ajo eksperienca edhe mënyra se sa po mësën se qysh do të më bo një festival. Me thonë, eksperienca e tyne shumë vjeqare, orkestra dhe gjithë shka që shkën pike për peq, ashtu që shkruhet, është një shkollë në vetit, cilën unë e kom pas fatin me e përjetu. Çdo artist e meriton në fakt me u trajtu që ashtu jo veç një herë në vetë dhe jo veç një festival caktuar, po kudo që shkon. Shumë e vërtetë. Nisur prej performancave ndoshta të mbrëmjeve muzikore deri te ato projekte televizive. E sidomos, unë thëm gjithmonë që kisha pas shumë qef me pas ma shumë festivale të na.
ju kom gëzu shumë fakti që e kemi tash një festival të Kosovës, po menoj që s'është ballë. Unë vetë jam promovu në festivalin Top Fest në Shqipni edhe u konë e jashtëzakonshëm. Kështu që kisha pas tepër qejf për artistat e ri, se vetë kom qenë artiste shumë e ri atëherë edhe u konë një piknisje shumë e mire jemja, kështu që menoj që kjo ju mungon pak artistave të ri. Ju mungon një skenë cilë i qetë pak ndritë dhe ju të regon njerëzve që hej, ka talent, ka artista, ka këngë të mira, kështu që kisha pas shumë qejf me pas ma shumë festivale. E vërtet, të paktën fatkeqësia është që ka ma pak se sa që kishte dikur, kur s'ishin as mundësit, as nuk dini ma shumë. Ma herët ka pas ma shumë, po shpresoj që vjen trendi sa që festivaleve. Të shpresoj. Po mduket që janë do sene si me valë. Vine shkojnë, kështu që inshallah vjen që ajo valë. Ashtu që jemi na shqiptarë, është ka pak të uhatë shumë me mendi, faza. Për pos përmbushjes që ta jep profesioni, familja, këto nuk diskutohet, të kemi pa dhe të përmbushur të paktën, atë sa kemi mujtë me lexu prej rrjeteve socialeve, me atë sa ke dhënë ti. Nuk është që kemi hulumtu kështu për te, ose kemi pagunaj paparazzi. Mirë keni bo. Mirë kena bo që s'kena hulumtu ma shumë, por na kam jaftu një postim, për shembull, jote nëse ma japin regjia, mbështetur në një krahësie prej anës romantike. Pleron. Kjo ka ana personale, jam e përmbushën, jam rahat, jam mirë, edhe me këtë fjallën jam rahat, në kupton që kaq muj me zvullu prej anës personale, për shkak se kështu pëndjena edhe kështu kom vendos, që për pos muzikës, artit, aktrimit tashma, filmin, që bëllë filmin pja u japë, pjesën tjetër mu mundu me majtë sa ma shumë për veti. E ditë që kjo përgjithmonë që s'pënët me zgjatë, po që e kam një rahati shpirtnore dhe jam mirë. Uroj që ta kesh për jetë e këtë dëshirën tënde për me mbajt private, ne sigurisht që e respektojmë. Faleminderit shumë. Tamam puna, kam kurishti. Nga njëherë njerëzit e bëjnë këtë për shkak të për t'i respektuar dikujt kërkesën që t'jetë më privat, nga njëherë sepse beson ato që sa më pak njerëz e din ti e më i lumtur, pra kjo lumturia në privatësi që është më mirë, cilën nga këto arsye e keti, jo në ndoshta vetëm për lidhjen, po në përgjithësi këtë jetën më private, për shembull se ku del, çka bën, miqtë tu të afërt, momentet kur je më e dobët emocionalisht, më e fortë, pra gjithçka hyn te kjo privatja, që kur nuk e çet 100% ato çka ke në zemër. E vërtet, po tu e pas shumicën e kohës atë jetën tonë që tashma, se tash po m'bjen prap me e përmend, Big Brother na e ka dhënë një shtytje shumë të madhe dhe u ko një periudhë mas Bigut, ndoshta që kudo që ke shku, dikush ka përshëndet, ka ardhur, ka fol, edhe normal që mu kjo m'ka gëzu shumë, e sidomos fjalët e mira. Po, tu e ditë që dhe na jemi njerëz, i kena do momente pak ma këqija, pak ma, kena nëjë ditë që s'jena fort mirë, edhe në shtatë që ajo të bën pak me thonë, abre, si kur ta kisha një moment mës me u gjyku, mës mu pa, mës me të pa kërkush edhe me dalë shlirë. Pjesën personale tash jo gjithmonë varet veç prej teje. Shemull, mërët me konë edhe personi tjetër që je me ta, mës me konë rahat në kamera, mblica, si kur ti, kështu që në mundona me e respektu maksimalisht këto, se kom shoqni, kom njerës të afërt, që thojnë, hej, a mujna me shku dikon koma privat, se zdojnë me u shfaq, ose ka dikush tjetër që nuk e ka problem, po nuk është që edhe jom konë shënjestër shumë shpesh e paparacive, edhe gjithë e kom thonë edhe e thëmë prapë me jetu në Prishtinë, ka njerë shumë rahat. Nuk e di, shumicën e kohës njerës e shojnë punën e vetë, nuk të shqetësojnë, nuk... është një karakteristikë që e ka veç Prishtina. Veç Prishtina, njerës që një yll botror me ardhë në kalu, dyshysh... Shumë e vërtit, menoj që neve nuk na... Edhe kjo mu faktikisht në më pëlqenë. Pëlqenë, se ndodhë na i herë... Rallin prej Tirana, më duke në Tiranë është më ndryshe. Po, atë jënë ma entuziast, bile kujtojt një rast që
ma të ardhë mirë shumë, jëmë konë kështu me kërë, më dulë për para një qift, dulën pikerit, ta veç përdojna me të përqafë. Unë edhe shokova, është nga. E kjo nuk ndodhë në Prishtinë, edhe nuk po thëmë që është ma mirë ose ma keq, po Prishtinë të vjen të thotë, hej, nice, ose të thotë heq, ose jema qetë. Ty të pëlqen rehatia, po... Pëlqen dyjat. Të dyjat me i përjetu. Pëlqen dyjat. Normal që kom qef shumë kur njerës të vinë të thujnë fjallë të mira, se nështë ta bashkë qa ditë ki nevoj për që ato fjallë të mira. Kur nuk i di. Po nojherë kur je kur qysh heq, je në market, je të udokë si kur qysh vjen dikush, a bën një foto. Okej, a kina i filter. Qysh me filter atash. E përmendëm eksperiencën e Big Brother disa herë dhe në fakt i kanë ndihmu ata njerës që nuk të ka njoft prej ofër me kuptu kush është Nita. Cilat janë pikat e dopta, qysh reagon në momente gëzimi, qysh reagon në momente kur mendon se po të bëhet një e pa drejt. Sot, sa je e fiksume mas këti formati, apo e përcjell heq? Shumë Ka është na i këshillë për njerëzit që të pysin para prakesh të marrë parasysh eksperiencën tonë, dhe tonë, ama një këshillë me qenë se ti e ke provu, qka duhet me bo dhe qka jo? Apo është një formule pas zbuluar? Një person, qëre Bleron, nëse për shambull që ty po të thirën, ty, qka të kisha thonë edhe prej eksperiencës tem, me u pregadit shumë psiqikisht, që kime u përball me disa sfida, që jënë pak ma të forta se sa këto sfidat e përditshme në jetë. Do me thonë, ajo idea e kamerës 24 orë të mundon pak në fillim, kështu që ajo para pregaditja psiqike e faktit që ki me konë vetë, kërkush s'ka me konë kratandin, se me krejti aty në luft për çmimin e parë, edhe me ditë që njerës krejt ata që i ki aty kanë me u mundu me shku deri në ekstremitet për me qitë prej vetës. Do me thonë, krejt loja është me dalë pi vetës, ama mës me haru që është edhe loj. Kjo është mas e kjo balanci që është tepër vështirë me majtë, po nëse dikush më rinë me majtë që ato, edhe me pasi loj, edhe mës me marë kur gjo serioze, unë vetë personalisht disa gjana, aja kom njës mi marë seriosisht se me ata njerëz mësohësh, mi shnohësh, doken si familje dhe bojnë një, gjatë që nështë ta nuk vrejës shumë prej jashtë, edhe masi është shumë vështirë prej tyne mës me marë shumë seriosisht do diskutime, debate, sfida që kime i pas me ta. Kërë që kjo është një prej gjanave edhe armëve ma të forta që mundet mi pas dikosh. I pjekën emocionalisht, psiqikisht mjaftueshëm me përballu qasi sfida edhe momente qashtë forta. Këtë vetë, apo bën tifo për dikon, apo i përcjell, ose kush po të pëlqen ma ti, për a ke 1, 2, 3 emna... Kemi vesh një prej Kosovës aty. Vitin e kalum i kom këqyr, se dhe isha me pa diqysh që do këtë prej jashtë. Kemi do këtë vetë shumë se qeresht po thamë nuk jam të i këqyr. Jam të i pa... Po mdo këtë veç gjesti është aty prej Kosovës, nuk e di nëse është një tjetër, po nuk po moj me thonë kur gjo se nuk jam të i këqyr. Totalisht. Edhe këto telashet e mija që i kom pas, edhe këto thjesht nuk kom pas mundësi me i përcjell. Unë uroj që ti me pas shëndetin e plot dhe po du me të falenderu dhe njëherë shumë që ke ardhë sot, që na dhe krejt komentet prej filmit që veç sa e ka pas të ejnëtën premierën e vetë në Tiranë, me 3 prill pra është Prishtinë për krejt ata që dojnë me pa. Dhe jeftu me zyrtarisht në premier. Me qefin ma të madhë. Unë e kom ledzu dhe kom pa pak prej asaj qka është donë dhe qka në është dërgu, po shtu prej fillimi dhe në fund duhet me pa tjetër. Përveç datës, do me thonë 3 prill, ka me vazhdu dhe me qenë gjdo ditë në Cineplex, kështu që munden me ardhë krejt me pa filmin, me shiju është një ngjarje tepër interesante, kështu që ja vlen me ardhe me pa. Shumë suksese, inshallah nuk është filmi i fundit kë, i pari po, inshallah, do të me luj veni. Me vazhdu me të tjera. Faleminderit shumë, Bleron, unë i vate për mirë, shumë rahat si gjithmonë të jo. Faleminderit shumë vërtesën. Miq, po ju lëmë marketingun, sepse jemi edhe për pak minuta larg kohës së iftarit, andaj ju pres dhe kthehemi në studio pas pak.